Përshëndetje, deputet. Si jeni? Si vjet puna me shalqinin është katastrofë. Pika e grumbullimit në Imsht ka mbjell me hektar. Vetë personalisht, vetëm Golja. Po e përmend të Goljen sepse ky është institucion, nuk është individ. Me ortakun e tij nga Kosova, kanë mbjell 200 hektar dhe djersa e fermerëve. Tallen pikat e grumbullimit sot. Që po të shkruaj, këta dy persona e mbledhin shalqinin nga ne buqit me 50 lek. Me nder tallen me fermerët, që janë zhytur në borxhe, me kredira, deri në fyt, kemi 4 vjet. Që ju themi ju si deputet, dhe i kemi shkruar edhe zëvendës ministrit të bujqësisë, dhe nuk kemi një përgjigje nga partia jonë, që e kemi votuar me shpirt dhe nuk na kthen përgjigje për këtë shqetësim. Që nuk dalim dot nga borxhet dhe kredit që kemi marrë në përbanka me respekt filani në emër të gjithë fermerëve të Imshtës. Tani, çfarë ndodh sot në territorin bujqësor? Buju kërkon prodhoi, siç këta të Imshtës bëjnë. Kur sezoni para tij ka qenë i mbar, mbjell me paratë e tij. Blejnë pute, shërbime, duke filluar nga punimi i tokës deri tek frezimi i saj, mallra që janë ushqyes edhe mbrojtës të bimës në fund edhe të prodhimit. Kur sezoni para tij ka dështuar, pra nuk ka marrë paratë e veta, merr borxh. Ku të mundet? Tek i ngjashmi, nëse i ngjashmi bujk ka para. Tek mikrofinanca, pra tek institucionet e mikrokreditit. Në banka, duke lënë kolateral çdo gjë, përfshirë edhe tokë. Tek zotruesi i inputeve bujqësore, me premtimin që do paguaj pasi shet prodhimin. Nëse gjithçka shkon mirë, pra prodhimi nuk dëmtohet dhe arrin të shitet. Është sukses. Nëse çmimi nuk është ai që ka pritur, nuk justifikon kostot, kolaterali ekzekutohet, zinxhiri i borxheve bëhet shumë i gjatë. Çfarë bën ligji që kemi sot në diskutim? Ligjeron eksaktësisht të skemë. E vendos mbi baza ligjore. Aplikimi për dëftesë bëhet online, dëftesa merret online, dëftesa është e transferueshme dhe ekzekutueshme, mbi prodhimin e ardhshëm, të sigurueshëm, të financueshëm nga institucionet financiare dhe jo vetëm, me detyrim të qartë për kthimin e financimit, me interes të barabartë me normën efektive të një muaji më parë dhe natyrisht, dëftesa është titull ekzekutiv. Është një mundësi e mirë kjo, po është një instrument shumë i vlefshëm, për më tepër që po ndodh e gjen kudo në territor këtë skemë. Rasti më i mirë është kur financuesi i prodhimit bëhet zotruesi i inputeve bujqësore, që është edhe grumbullues, e kur për çmimin bie dakord mes tyre. Çmimi është thelbi i ligjshëm në një transakcion formal. Por nëse nuk ka një çmim të mirë dhe formal, e gjitha dështon. Edhe në rastin që ne po e sankcionojmë sot me ligj. Dëftesa nuk rregullon këtë gjë. Nuk është çmim. Dhe as formalizim. Fatura fiskale po. Që të kemi një të tillë, duhet që kushtet fiskale ta favorizojnë këtë. Minimumi të TVSH-ja jonë nuk e favorizon as formalizimin, as ligjërimin, madje TVSH-ja jonë ka bërë që abuzimi të jetë sundues në treg. Abuzimi në treg për te i faturës është thelbi. Në kushtet që ju përshkrova më sipër, sipas fermerëve të Imshtës, që janë dhe fermerët e Divjakës, janë dhe fermerët e Lushnjës, janë dhe fermerët në gjithë Shqipërinë, formalizimi mungon, për shkak dhe i nxitur nga tatimi mbi vlerën e shtuar, skema e tij që aplikohet në territorin e Republikës së Shqipërisë, abuzuesit janë ata që dominojnë tregun. Çfarë po ndodh sot në Divjak me shalqinin që është fruti i momentit? Njerëz
të paligjshëm, të palicencuar, të paregjistruar në organet fiskale, shkojnë tek bujku, shfrytëzojnë situatën e tij të vështirë, sepse Shalqini nuk mund të ri në 40 gradë në fush, ka kohën e tij të pjekës, ndryshe dështon, dhe i imponojnë çmimin e tyre. Cili është çmimi sot? 6 lekë, 7 lekë. Cili është çmimi jo më larg se 300 metra nga këtu, në pikat e shitjes së frutave dhe perimeve? 30 lekë. 30 lekë. 5 herë më shtrenjtë. Prandaj, nëse duam të bëjmë diçka dhe të japim sukses kësaj skeme që po miratojmë sot me ligj, do duhet që ta nisim nga aja, nga sistemi fiskal që kemi për prodhimin bujqësor dhe për produktet bujqësore. Nëse s'bëjmë këtë, ky ligj ka dështuar që tani. E votojmë ne, se votojmë ne, është një histori tjetër, po është i dështuar eksaktësisht për këtë gjë. E dyta gjë që duhet bërë, dhe duhet bërë shumë qartë, duhet ndarë zotruesi i inputeve bujqësore, nga grumbulluesi, nga eksportuesi, dhe në fund fare edhe nga financuesi. Se në rastin kur zotruesi i inputeve bujqësore, apo grumbulluesi, apo eksportuesi, janë të tre bashkë, e në krahun tjetër janë dhe prodhues, siç është rasti i Imshës, me 200, me 300 hektar, ajo do të ndodhë që shkruar këtu. Në atë mesazhin atyre bujqëve të Imshtës, që çmimi që do imponojnë bujkut është gjithmonë e më i ulët, se nuk është çmendur asnjë grumbullues, asnjë eksportues të blejë me çmim të lartë. Jo, do të blejë me çmim të ulët për të fituar gjithnjë më shumë. Shpreha që përdoret sot nga këta, nga ky grup i bërë bashkë në një, është shumë e thjeshtë. Do ta lësh Shalqinin me këtë çmim, me 5 lekë, me 6 lekë, apo jo? Jo, e po ik pirdhu, më falni për shprehen, ik pirdhu se nuk ta marr. Kjo është marrëdhënia tregtare sot atje në fusha. Kjo është marrëdhënia tregtare sot. Bëjmë mirë që ta ligjërojmë. Bëjmë mirë që ta legjitimojmë. Dhe ligjërimi, legjitimimi bëjnë atë që është themelore. Mbrojmë bujkun dhe mbrojmë prodhimin e tij. Asnjë dëftesë tregtare nuk do ta mbrojë bujkun nëse ne nuk rregullojmë tregun. Nuk rregullojmë sistemin fiskal dhe nuk mbrojmë bujqit nga fillimi, nga financimi i prodhimit të tij e deri në fund. Raste suksesi ka, por raste që ka nevojë të trajtohen për t'u zhbërë, sepse janë pjesa e abuzimit me bujkun, edhe me djersën edhe mundin e tij, patjetër që janë aty, duhen zhbërë sa më parë tjetër mundur me qëllim që bujqit marrin frymë. Faleminderit.